Nuk do ta harroj kur atë moment. Vajza ime hapi derën me buzëqeshje dhe tha: "Mami, dua të prezantoj me të fejuarin tim." Unë dola nga kuzhina me duar të lagura dhe zemra më ndaloi. Përballë meje qëndronte një djalë me sy të njëjtë si të mi, me të njëjtën shenjë të vogël pranë vetullës së majt. Isha 19 vjeçe kur e linda, dhe 19 vjeçe kur e braktisa. Ai nuk e dinte kush isha. Vajza ime nuk e dinte çfarë po ndodhte. Por unë e dija. Sekreti që e kisha varrosur për 25 vite po qëndronte në pragun e derës sime, duke më quajtur zonjë. Unë quhem Elena, dhe kjo është historia që kam mbajtur të mbyllur në zemër për më shumë se 2 dekada. Kur isha 19 vjeçe, u dashurova marrëzisht. Ai ishte i bukur, rebel, me ëndra të mëdha dhe premtime edhe më të mëdha. Më tha se do të iknim jashtë shtetit, do të ndërtonim një jetë të re. Unë e besova, e doja, dhe kur mbeta 7 zën, mendova se do të ishte fillimi i familjes son. Por ai u zhdu. Një mëngjes nuk ju përgjigj më telefonit. Shokët e tij më thanë se kishte ikur në Gjermani. Pa mua, pa e ditur që brenda meje rritej djali i tij. Familja ime ishte e rrept. Baba im nuk ma fali kur turpin. Nuk do të rrisim një fëmijë jashtë martese në këtë shtëpi, më tha. Nëna ime qante fshehurazi, por nuk guxonte të fliste kundër tij. E linda djalin në një spital të vogël. E mbajta në krah vetëm disa orë. Ai kishte sy të mëdhenj dhe duar të vogla që më kapën gishtin fort, sikur e dinte se po ikja. E lash. Nuk e lash sepse nuk e doja. E lash sepse nuk kisha fuqi. Sepse isha e friksuar. Sepse mendova se dikush tjetër do t'i jepte një jetë më të mirë. U largova nga ai qytet pak muaj më vonë. Ndërtova një jetë të re. U martova me një burr të mirë që nuk e dinte asgjë për të kaluarën time. Lindi vajza ime, Sara. Ajo u bë drita e jetës sime. Betoja veten çdo ditë se do të isha në më mirë për të, si kompensim për atë që kisha bërë. Burri im vdiq kur Sara ishte 12 vjeçe. Që nga ajo ditë, ne të dyja u bëm gjithçka për njëra tjetrën. Ajo ishte zgjuar, e qeshur, plot jetë. Kur nuk i tregova për vëllain që kishte diku në këtë botë. Mendoja se ai ishte larg. Ndoshta jashtë shtetit. Ndoshta i lumtur me familjen që e kishte adoptuar. Deri ditën kur Sara më tha: "Mami, jam fejuar." E pash fytyrën e saj që shkëlqente. Ai quhet Ardit, tha. Është i mrekullueshëm. Do ta dashurosh. Kur ai hyri në shtëpinë time, e ndjeva menjëherë. Nuk ishte vetëm gjashmëria fizike. Ishte një ndjesi në stomak. Një lidhje e padukshme që më shtrëngoi frymën. Ai më zgjati dorën. Shumë kënaqësi, zonjë. Zëri i tij më tronditi. I njëjti toni but që kisha dëgjuar në ëndrat e mia për vite me radhë. E ftova të ulej. Mundoja të buzëqeshja, por duart më dridheshin. Sara fliste pa pushim për planet e dasmës. Unë mezi dëgjoja. Pastaj e pash nga afër. Shenja pranë vetullës së majt. Djali im kishte lindur me atë shenjë të vogël në formë gjysmëhëne. E ke nga lindja, e pyeta pa menduar. Ai buzëqeshi. Po. Nëna ime adoptuese thot se më bën unik. Adoptuese. Fjala më goditi si thik. E di diçka për prindërit biologjik, pyeta me zë të ulët. Ai uli syt. Jo shumë. Më lanë në spital. Kjo është gjithçka që di. Sara më pa e habitur. Mami, pse po e pyet kështu? Nuk dija çfarë të thoja. Në kokë më kalonin 25 vite faj, lot, net pa gjumë. Nëse ai ishte djali im atëherë Sara dhe Arditi. Gjaku më iku nga fytyra. Atë natë nuk fjeta. Hapa kutinë e vjetër ku ruaja dokumentet e së kaluarës. Certifikata e lindjes. Data. Spitali. Ora. Të gjitha përputheshin. Në mëngjes vendosa ta takoja vetëm. E telefonova me justifikimin se doja ta njihja më mirë. U ulëm në një kafene të qetë. E shikoja dhe shihja veten time të re në sytë e tij. Ardit, i thash me zë që më dridhej, nëse do të kishe mundësi të takoje nënën tënde biologjike, çfarë do t'i thoje? Ai heshti për një moment. Do ta pyesja pse, tha, por nuk e di nëse do ta urreja. Ndoshta kishte arsye. Lotët më mbushën syt. Doja t'i thosha të vërtetën. Doja ta përqafoja dhe t'i kërkoja falje për çdo ditë që e kisha lënë vetëm. Por pastaj mendova për Sarën. Nëse e vërteta dilte, dasma do të anulohej. Zemra e vajzës sime do të thyhej. Dhe djali im do të më urrente për gjithmonë.
U ktheva në shtëpi me një bar që nuk e kisha ndjer kur më parë. Sekreti im nuk ishte më vetëm i imi. Ishte një bombë që mund të shkatëronte jetën e 2 fëmijëve të mi. Dhe unë duhej të vendosja, të heshtja dhe t'i lija të martoheshin, apo të rrëfeja të vërtetën dhe të humbisja gjithçka. Nuk ka dhimbje më të madhe se sa të jesh nën e 2 fëmijëve. Dhe të rrezikosh të shkatërosh të 2 me një të vërtet. Ditët që pasuan takimin tim me Arditin ishin si mjegull. Sara lëvizte në shtëpi me energji, fliste për fustanin e nusërisë, për sallën, për listën e të ftuarve. Ajo nuk e vërente që unë isha bërë e heshtur. Nuk e dinte se çdo herë që përmendte emrin e tij, zemra ime rrihte me panik. E shikoja vajzën time dhe mendoja: si është e mundur që fati të luaj kaq mizorisht? Nuk ishte thjesht një dashuri e zakonshme. Ata ishin të lidhur. E kuptoja nga mënyra si shiheshin, nga qetësia që kishin pranë njëri tjetrit, nga fakti që flisnin me të njëjtin ritëm, qeshnin në të njëjtën kohë. Kishin diçka të përbashkët që nuk ishte vetëm dashuri. Ishte gjaku. Një mbrëmje ndërsa Sara ishte në dush, hapa fshehurazi dosjen e saj personale. Doja të dija diçka më shumë për Arditin. Mbiemri i tij ishte ndryshe nga imi, sigurisht. Ai ishte adoptuar nga një familje tjetër. Por data e lindjes, data ishte si një britm në sy. E njëjta ditë, e njëjta orë. Nuk kisha më dyshim. U ula në dysheme me dokumentin në dorë dhe për herë të parë pas shumë vitesh, qava si atë natë në spital. Kujtova fytyrën e tij foshnje. Infermieren që më pyeti: je e sigurt? Babain tim që priste jashtë me fytyrë të ngrirë. Unë që firmosa letrën me dorë që më dridhej. Nuk e harrova kur britmën e tij kur ma morën nga krahët. Dhe tani ai ishte kthyer, jo si djalë që kërkonte nënën, por si burr që kërkonte dorën e motrës së tij. Vendosa të flas me nënën time. Ajo ishte e vetmja që e dinte të vërtetën. Ishte plakur, flokët i ishin zbardhur plotësisht, por syt i kishin të njëjtin trishtim. Kur i thash emrin e Arditit, ajo piks. Mos më thuaj, përshpëriti. Ja pash shenjën, mami, i thash. Është ai. Ajo u ul në karrige. Zoti na falt. Çfarë duhet të bëj? E pyeta me zë të thyer. Nëse flas, i shkatërroj. Nëse hesht, bëhem bashkëfajtore. Nëna ime heshti gjatë. Pastaj tha diçka që më tronditi. E vërteta gjithmonë del në dritë. Pyetja është a do të dal nga goja jote, apo nga dikush tjetër. Fjalët e saj më ndoqën gjithë natën. Të nesërmen, Arditi erdhi në shtëpi për darkë. E vëzhgoja me kujdes. Ai ishte i sjellshëm, i respektueshëm. Më ndihmoi të shtroja tavolinën. Në një moment kur Sara shkoi të merrte verën, mbetëm vetëm në kuzhinë. Zonjë Elena, më tha but, kam ndjesinë që nuk më shihni vetëm si të fejuarin e vajzës suaj. Zemra më ra në stomak. Çfarë do të thuash? Nuk e di, tha ai. Ka diçka në mënyrën si më shikoni. Si një nën. Fjala më goditi si rrufe. Ai vazhdoi, gjithmonë kam ndjer mungesën e saj. Ndonjëherë mendoj si do të ishte nëse do ta takoja. E shikoja dhe mendoja, po të them tani, po të them që jam unë. Por Sara hyri në kuzhinë dhe momenti u zhdu. Netët u bën tortur. Fillova të kërkoj në internet për raste të ngjashme. Histori për vëllezër e motra që ishin ribashkuar pa e ditur lidhjen e gjakut. Të gjitha përfundonin në tragjedi kur e vërteta dilte. Nuk mund ta lejoja këtë. Vendosa të bëj një hap të fshehtë, një test ADN. Pa i treguar askujt, mora një mostër flokësh nga furça e Sarës dhe një nga gjaketa e Arditit kur ai e la mbi divan. E dërgova në një laborator privat në një qytet tjetër, që askush të mos dyshonte. 2 javët e pritjes ishin më të gjata të jetës sime. Sara ndërkohë caktoi datën e dasmës. Çdo herë që përmendte fjalën fëmijë për të ardhmen e tyre, më merrej fryma. Rezultati erdhi në një zarf të bardhë pa logo. Duart më dridheshin ndërsa e hapa. Probabiliteti i lidhjes biologjike si vëlla motër. 99-98 e. Letra më ra nga duart. Nuk kishte më dyshim. Ishte e vërteta absolute. U ula në koltuk dhe ndjeva se jeta që kisha ndërtuar me aq mund po shembej si kështjell rëre. Tani nuk ishte më çështje dyshimi. Ishte fakt. Ata ishin fëmijët e mi. Dhe ishin të dashuruar. Atë mbrëmje, Sara erdhi dhe ul pranë meje. Mami, je e ftohtë me Arditin. Ai po e ndjen. E shikova vajzën time. Sytë e saj ishin plot dashuri dhe besim.
E do shumë me pyeta. Ajo buzëqeshi. Si që ti e doje babin. Zemra mu thye. Mami, çfarë po ndodh, më pyeti ajo, duke vënë dorën mbi timen. Në atë moment, ndjeva se e vërteta po më dilte nga buzët. Por frika më mbylli gojën. Thjesht jam e stresuar, gënjeva. Ajo më përqafoi. Mos u shqetëso. Gjithçka do të jetë perfekte. Në mendjen time, fjala perfekte tingëllonte si ironi mizore. Kaluan edhe disa ditë. Unë e dija që koha po mbaronte. Nuk mund të prisja më. Nëse do ta tregoja të vërtetën, duhej ta bëja para dasmës. E thira Arditin të vinte vetëm në shtëpi. I thash se ishte urgjente. Ai erdhi i shqetësuar. Ka ndodhur diçka me Sarën? Jo, i thash. Ka të bëj me ty. Me të kaluarën tënde. Ai u ul përballë meje. Nxora zarfin nga sirtari dhe e vendosa mbi tavolinë. Ardit, i thash me zë që më dridhej. Ajo që do të dëgjosh tani do të ndryshojë jetën tënde. Ai më shikoi drejt në sy. Më lanë në spital 25 vite më parë, vazhdova. Një vajzë 19 vjeçare, e friksuar, e detyruar nga familja. Ajo vajzë, isha unë. Heshtje. Nuk do ta harroj kur fytyrën e tij. Si u zbe, si sytë ju mbushën me hutim. Jo, përshpëriti. Ti je djali im. Ai u ngrit në këmbë sikur ta kisha goditur. Jo, tha më fort. Kjo është e pamundur. Ja dhash letrën e Adens. Ai e lexoi me duar që i dridheshin. Sytë ju errësuan. Po Sara, pyeti me zë të thyer. Lotët më rridhnin pa kontroll. Është motra jote. Fjala ra mes nesh si një bombë që shpërtheu në heshtje. Ai u mbështet në mur, duke marrë frymë me vështirësi. E kam dashur, tha me zë të shuar. Zot, e kam dashur. Unë u afrova, por ai u tërhoq. Pse tani bërtiti? Pse nuk më kërkove më parë? Pse më le? Nuk kisha përgjigje që ta shëronte. Doja të mbroja, përshpërita. Ai qeshi hidhur. Më mbrojte duke më lënë. Dhe tani më shkatëron duke ma marrë dashurinë. Fjalët e tij më prenë si thika. Në atë moment dera e shtëpisë u hap. Sara. Ajo qëndroi në prag me sy të zgjeruar. Çfarë po ndodh? Asnjëri prej nesh nuk foli. Ajo pa letrën në dorën e Arditit, pa lotët në fytyrën time. Mami, zëri i saj u drodh. Çfarë keni bërë? Arditi e shikoi. Sytë e tij ishin të thyer. Duhet të flasim, tha ai. Dhe unë e kuptova se sekreti im sapo kishte shpërthyer. Nuk kishte më kthim pas. Jeta jon nuk do të ishte kur më e njëjtë. Sara po na shikonte sikur toka ti ishte hapur nën këmbë. Nuk po kuptoj asgjë, tha ajo me zë që i dridhej. Pse po qani? Pse po më shikoni kështu? Arditi mbante ende letrën në dorë. Fytyra e tij ishte e zbardhur. Unë ndjeva se nëse nuk flisja me njëherë, do ta humbisja vajzën time për gjithmonë. Sara ulu, i thash me zë të thyer. Ajo nuk u ul. Jo. Më thoni tani. Arditi mbylli syt për një moment, pastaj e pa drejt. Rezultati i kësaj letre thot se ne jemi të lidhur biologjikisht. Ajo qeshi nervozisht. Çfarë do të thot kjo? Kushëri të largët. Heshtje. Pastaj unë e thash fjalën që ma coptoi shpirtin. Vëlla dhe motër. Nuk kishte zë. Nuk kishte lëvizje. Vetëm një boshllëk i rënd në ajër. Sara u tërhoq një hap mbrapa. Jo, përshpëriti. Jo, kjo është e sëmur. Kjo është një shaka e keqe. Do të doja të ishte, tha Arditi me zë të shuar. Ajo më pa mua. Mami. Lotët më rridhnin pa ndalur. Ai është djali që linda kur isha 19 vjeçe. Para se të martohesha. Para se të kisha ty. Fytyra e saj ndryshoi nga hutim në zemërim. Ti ke një djalë. Dhe nuk ma the kur. Unë e lash, përshpërita. Nuk kisha zgjidhje. Gjithmonë ka zgjidhje, bërtiti ajo. Ti më mësove të jem e fortë, të përballem me të vërtetën, dhe vetu fshehe për 25 vite? Çdo fjalë e saj ishte e merituar. Arditi u mbështet në mur, i rënuar. Do të thotë që çdo kujtim, çdo puthje, çdo plan për të ardhmen ishte gabim. Sara u kthye nga ai, sytë e saj plot lot. Ti e dije. Jo, tha ai me një herë. E mora vesh sot. Nga ajo. Ajo më shikoi me një përzierje trishtimi dhe tradhtie që nuk do ta harroj kurrë. Sa kohë do ta mbaje sekret, më pyeti. Nuk e di, thash me ndershmëri të dhimbshme. Po përpiqesha të gjeja mënyrën e duhur.
E vetmja mënyrë e duhur ishte e vërteta, tha ajo me zë të ngritur. Ajo doli nga shtëpia duke përplasur derën. Arditi bëri një hap për ta ndjekur, por ndaloi. Ai më pa për herë të parë jo si një e panjohur, por si nënën e tij. Nuk di çfarë të ndiej, tha ai me zë të zbrazët. Jam i zemëruar, jam i lënduar, por mbi të gjitha jam bosh. U afrova ngadalë. Nuk pres që të më falësh. Ai qeshi hidhur. Falje. Më more jetën që mendoja se kisha ndërtuar. Po të mos ta kisha thënë, e pyeta me zë të ulët. Ai më pa drejt. Atëherë do të kishim bërë një mëkat që s'do ta dinim kur. Dhe ndoshta do të ishim të lumtur në padije. Fjalët e tij më goditën, sepse ishin të vërteta. Por ajo lumturi do të ishte ndërtuar mbi një gënjeshtër. E vërteta është mizore, vazhdoi ai, por është më e mirë se errësira. Ai u drejtua nga dera. Duhet të jem vetëm. Dhe u largua. Nata ra e rënd mbi shtëpi. U ula në divan ku pak orë më parë po planifikohej një dasmë. Tani gjithçka dukej e huaj. Telefonova Sarën. Nuk u përgjigj. Telefonova Arditin. Asgjë. Në mesnat mora çelësat dhe dola. E dija ku shkonte Sara kur ishte e mërzitur, në parkun pran liçenit ku shkonim që e vogël. E gjeta ulur në një stol, me fustanin që lëkundej lehtë nga era. U ula pran saj pa folur. Sa kohë, pyeti ajo pas disa minutash heshtjeje. Që nga dita që ai erdhi në shtëpi, i thash. E dyshova me njëherë. Ajo shtrëngoi duart. Dhe prape le të vazhdonte. Po përpiqesha të isha e sigurt. Ti ishe sigurt që nga momenti që e pe, tha ajo me hidhërim. Nuk mund ta kundërshtoja. E doja, tha ajo me zë që i thyhej. Nuk ishte thjesht pasion. Ishte sikur e njihja prej gjithmonë. Sepse e njihje, i thash but. Në një mënyrë që asnjëri se kuptonte. Ajo qeshi me slotëve. Kjo është gjëja më e tmerrshme që kam dëgjuar ndonjëherë. E kapa dorën e saj. Për një moment ajo nuk e tërhoqi. Më urre, i thash, por mos e urre veten. Ajo më pa. Nuk e di këtë urrej më shumë. Fjalët e saj më coptuan, por e kuptoja. Dhimbja e saj ishte e pastër, e papërpunuar. Çfarë do të ndodh tani? Pyeti ajo me zë të shuar. Do të ndodh që ju të dy do të ndaloni, i thash me vështirësi. Sepse duhet. Ajo mbylli syt fort, sikur po përpiqej të zgjohej nga një makt. Të nesërmen, Arditi kërkoi të na takonte të dyjave. U ulëm në sallon të tre, si një familje e thyer që sapo kishte mësuar një sekret të ndaluar. Ai foli i pari. Kam menduar gjithë natën, tha. Dhe e di që nuk ka rrugë tjetër. Duhet të ndahemi. Sara uli kokën. Lotë Tiranë në prehrin e saj. Por dua të them diçka, vazhdoi ai duke më parë mua. Nuk do të iki nga kjo shtëpi si i huaj. E shikova, pa e kuptuar. Kam kaluar 25 vite pa nën, tha ai. Nuk dua të kaloj edhe 25 të tjera me urrejtje. Nuk e di nëse mund të të quaj mami, por dua të përpiqem të të njoh. Zemra më shpërtheu në kraharor. Sara ngriti syt. Po unë, pyeti ajo me zë të lënduar. Ai e pa me dhimbje. Ti do të jesh gjithmonë njeriu që kam dashur. Por tani duhet të jesh motra ime. Fjala motër ra e rënd mes tyre. Sara u ngrit dhe doli nga dhoma pa folur. Unë mbeta përballë djalit tim. Faleminderit, pëshpërita. Ai tundi kokën. Mos më falendero. Thjesht mos më gënje më kurrë. Ditët që pasuan ishin të çuditshme. Sara u mbyll në vetvete. Arditi u zhduk për disa ditë. Pastaj filloi të vinte her pas here, me një distancë të re, të dhimbshme, por të ndershme. Një pasdite i pash të dy në kuzhinë duke folur qetë. Nuk kishte më shkëndijë romantike në sy, por kishte diçka tjetër, një përpjekje për të kuptuar. Shërimi nuk erdhi me njëherë. Nuk erdhi as lehtë, por një gjë e dija me siguri. E vërteta i kishte shkatëruar si çift, por ndoshta do t'i shpëtonte si familje. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeva se bara që mbaja në kraharor ishte pak më lehtë, sepse më në fund nuk po jetoja më me gënjeshtër. Muaj që pasuan nuk ishin as dramatik, as të zhurmshëm. Ishin të heshtur, dhe ndonjëherë heshtja dhem më shumë se britma. Sara u zhyt në punë, qëndronte gjatë në zyrë, dilte me shoqet, përpiqej të mbushte boshllëkun me aktivitete. Nuk fliste më për dasmë. Fustani që kishte zgjedhur mbeti i varur në dollap, si një kujtimi një jete që nuk do të ndodhte kurrë. Arditi filloi të vinte çdo të diel për drek.
Në fillim atmosfera ishte e rëndë. Ai dhe Sara shmangnin kontaktin me sy. Flisnin me kujdes, me fjalë të shkurtra, sikur çdo fjalë duhej peshuar. Unë I vëzhgoja nga kuzhina dhe ndihesha si njeriu që kishte ndezur zjarrin dhe tani përpiqej të shpëtonte shtëpinë me duar. Një ditë, ndërsa po pastronim tavolinën, Arditi mbeti vetëm me mua. Kam folur me prindërit adoptues, tha ai qetë. Unë piva. Çfarë të thanë? E dinin që një ditë mund të kërkoja rënjët e mia, tha. Nuk u zemëruan. Thjesht u friksuan se mos po I zëvendësoja. Po I zëvendëson e pyeta me droj. Ai më pa gjatë. Jo, ata janë prindërit që më rritën. Por ti je vërteta ime biologjike. Duhet të gjej një mënyrë për t'i mbajtur të dyja pa e shkatëruar veten. Fjalët e tij ishin më të pjekura nga sa prisja. Ai nuk ishte më djali që e lash në spital. Ishte një burr që po përballej me një të vërtetë të rëndë me më shumë forcë se sa unë në moshën e tij. E di që nuk mund të rikthejmë kohën, vazhdoi ai. Por dua të di gjithçka. Si ishte ajo ditë? Pse nuk luftove për mua? Pyetja më goditi sërish, por këtë herë nuk I ka prej saj. I tregova gjithçka. Frikën, presionin, turpin, dobësinë time. I tregova për babain tim, për ultimatumin, për letrën që firmosa me duar që më dridheshin. Ai më dëgjoi pa më ndërprer. Kur mbarova, tha vetëm, do të doja të kishe luftuar. Lotët më mbushën syt. Edhe unë. Ai nuk më përqafoi atë ditë, por as nuk u largua. Dhe për ne, kjo ishte një fillim. Ndërkohë, Sara po luftonte betejën e saj. Një mbrëmje erdhi në dhomën time. U ul në shtrat sikur ishte e vogël. Po përpiqem ta shoh si vëlla, tha me zë të ulët. Por kujtimet nuk zhduken. E kuptoja. Dashuria nuk fshihet me një fjalë të vetme. Nuk e faj, I thash but. Asnjëri prej jush nuk ka faj. Ajo më pa drejt. Po ti. E meritova atë pyetje. Unë kam faj që e fsheha, thash me ndershmëri. Por jo që e linda. Dhe jo që ju deshët njëri tjetrin pa e ditur. Ajo u mbështet në supin tim. Kishte kohë që nuk e bënte më. Më duket sikur më ke marrë një të ardhme, pëshpëriti. Jo, I thash. Thjesht e kemi ndryshuar drejtimin e saj. Një pasdite, Arditi solli një album fotografish. Ishin foto nga fëmijëria e tij me familjen adoptuese. Ditëlindje, pushime, shkolla. Sara e shikonte me kujdes. Ishe shumë serioz si fëmijë, tha ajo lehtë, për herë të parë pa dhimbje në zë. Ai buzëqeshi. Dhe ti je shumë kokfort. Ajo ngriti vetullën. Këtë e kam nga mami. Ata qeshën lehtë. Ishte një moment I vogël, por për mua ishte si një rrezë drite pas një dimri të gjatë. Megjithatë, jo gjithçka ishte e qetë. Ftesat e dasmës duhej të anuloheshin. Njerëzit filluan të pyesnin. Çfarë ndodhi? Pse u prish fejesa kaq papritur? Sara vendosi të mos tregonte të vërtetën. Thjesht tha se kishin vendosur të ndaheshin. Por thashe themet nuk munguan. Një mbrëmje ajo shpërtheu. E urej këtë qytet, bërtiti. Të gjithë duan të dinë, të gjykojnë, të flasin. E përqafova fort. E rëndësishme është që ju e dini të vërtetën, I thash. Ajo heshti për një moment, pastaj tha. Ndoshta një ditë do ta fal. Ndoshta, I thash. Nuk e pyeta kë mua, fatin, apo veten. Një vit kaloi. Gjërat nuk u kthyen kurrë si më parë. Por u bën ndryshe. Arditi filloi të më thëriste mami një ditë krejt papritur. Jo me dram, jo me lot. Thjesht natyrshëm, ndërsa po më jepte një gotë ujë. Unë piva për një sekond. Pastaj buzëqesha. Sara kishte filluar një lidhje të re. E mora vesh nga mënyra si buzëqeshte kur kontrollonte telefonin. Kur ma prezantoi, pash në sytë e saj një dashuri më të qetë, më të pjekur. Këtë herë zemra ime nuk u ndal. Një mbrëmje vere, ulëm të tre në verandë. Qielli ishte I qartë. Ajri I ngrohtë. Nëse do të mund ta ndryshoje të kaluarën, më pyeti Arditi papritur, a do ta bëje? E mendova gjatë. Po, thash, do të luftoja për ty, por nuk do të ndryshoja faktin që sot ju kam të dy pranë. Sara më pa but. Edhe pse jo si që kishe imagjinuar. Jeta rrallë ndodh si që imagjinojmë, thash, por ndonjëherë edhe versioni I thyer është më I vërtet. Heshtja që pasoi nuk ishte më e rëndë. Ishte e qetë. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh nuk ndjeva turp. Ndjeva dhimbje, po, pendim, po, por edhe diçka tjetër. Falje.
Jo sepse e meritoja plotësisht, por sepse fëmijët e mi zgjodhen të mos më linin vetëm me gabimin tim. Dhe ndoshta kjo ishte forma më e pastër e dashurisë.